Analisti Enver Rubelli shkruan se studentët serb duan të largojnë presidentin e tyre, por jo edhe propagandën e regjimit të tij. Sipas tij, kjo u pa edhe në reagimin e studentëve nëpër mediat sociale me rastin e përvjetorit të ndërhyrjes së NATO-s më 24 mars 99. Ata nuk duan të dinë asgjë për varrin masiv në Batajnic, para portave të Beogradit me gati 1000 viktima të masakruara apo pushkatuara në Kosovë. Ata nuk duan të dinë të vërtetën për kamionin me kolona civilësh të hedhur në Danub. Ata nuk duan të dinë të vërtetën për dëbimin e gati 1 milion shqiptarëve nga Kosova. Ata nuk duan të dinë të vërtetën për apartheidin e Serbisë në Kosovë gjatë viteve 90. Studentët serb po ashtu nuk duan t'ia dinë asgjë për rrethimin e Sarajevës nga bashkomësit e tyre dhe vrasjen e mbi 10.000 njerëzve, as për gjenocidin e Srebrenicë, as për kampin me pengje në Omarsaka, as për përdhunimet dhe ekzekutimet në Vishegrad e Gjetiu në Bosnjë, as për shkatërimin e Vukovarit dhe vrasjen e pacientëve të spitalit të këtij qyteti, as për krimet në Prijedor. Kështu ka thënë analisti Rubelli, duke theksuar se me këtë qasje studentët serb tregojnë se janë kundër Vučićit, por jo edhe kundër manipulimit të historisë, por ardhmëria nuk ndërtohet duke manipuluar të kaluarën.